Mundemi me fol për rritjen ekonomike, ndërsa me përdor buxhetin e Kosovës për joshje elektorale. Joshje elektorale, keni fjalë për skemën sociale dhe këto 2 miliona euro të fundit për mëdha. Ne përkrajmë skemat sociale. I kem përkrahur në vazhdimsi, kem punuar shumë, sepse Kosova nuk është sot e sotshme. Kosova është ku ka pas buxhet edhe 300.000 euro, edhe 600.000, edhe 1 miliard, derisa kam 600 milion, po flas dër vite, derisa kam rritë miliardshi. Kosova nuk është Kosova sot me ligj për veteran, nuk është ligj për gjitha skemat sociale. Kjo ka shku hap pas hapi, edhe ne i përkrahim, i kem përkrahin për të moshurit, për ligjshmëritë, lehonat e gjitha këto. Po nuk e përkrahim dhe nuk e mendojmë blerjen e votës. Blerjen e votës, se kjo duhet jetë ligjore, kjo duhet jetë e përhershme. Jo vetëm kur të ka para zgjedhje, para fillimit të vitit të ri akademik, në mes të fushates. Domethënë, kjo është ajo që po e shohim deri te e patë edhe me ato aviokompanit pas